Sir Francis Drake ka qenë një eksplorues i madh botror. Ai lundroi rreth botës shumë herë. Dhe pas udhëtimit të tij të pestë përreth botës, ai ngeci, ose anija e tij ngeci në një stuhi të fortë në lumin Tamiz, kur ishte afër shtëpisë. Anija e tij u godit shumë fort dhe dukej se kishte ngecur në cektin. Në atë pikë, ky marinar i madh mblodhi grushtin e tij dhe goditi fort. Dhe pastaj tha: "A është e mundur që unë, i cili me trimëri është përballur me 7 detrat dhe me gjithë rreziqet që kanë ata, tani duhet të mbytem në një kanal? A është e mundur? A është e mundur që një njeri që u përball me trimëri me gigantin filiste, që e pam kohët e fundit, tani të jetë duke ja mbathur nga frika? A është e mundur? A është e mundur që një burr ose grua e Perëndis, a është e mundur që kushdo që është këtu apo që po më ndjek, pasi të ketë përjetuar një fitore të madhe, të dorëzohet për shkak të një sfide të përkohshme në jetë? A është e mundur? A është e mundur që ky djalë i ri, Davidi, që vrau luanin dhe ariun me duart e tij, tani t'ia mbath për të shpëtuar jetën? A është e mundur? A është e mundur që ky njeri për të cilin gratë këndonin, ai ka vrarë me 10.000, tani ta lejoj frikën që ta pushtoj atë? A është e mundur? A është e mundur që ky njeri, i cili i solli fitore të mëdha ushtrive të Perëndisë së gjallë, tani t'ia mbath duke ndjerë keqardhje për veten? A është e mundur? A është e mundur që ky njeri, i cili dëshmoi besnikëri kur i tha Saulit: "Po, shërbëtori yt me anë të fuqisë së Perëndisë ka vrarë luanin dhe ariun, dhe ky filistej i parreth prerë do të pësojë të njëjtin fat sepse ka fyer ushtrinë e Perëndisë së gjallë." Tani ai po mbytet në një kanal dëshpërimi. Sot këtu mund të jetë dikush, më dëgjoni me kujdes, ju lutem, ose që po më ndjek nga e gjithë bota, që dikur e ka patur dashurim për Jezusin me gjithë zemrën e tij ose të saj, por tani është i vakët ndaj tij. Dikur mund të keni pasur një dëshmi të madhe, por tani keni lejuar që kjo dëshmi të ndryshket. Dikur keni qenë të zjarrt për Jezusin, por pastaj keni lejuar që shqetësimet e kësaj bote t'ju rëndojnë. Dikur keni ushtruar guxim të madh, por tani jeni dorëzuar frikës. Davidi na jep një shembull të mrekullueshëm të guximit. Ai na jep shembuj të mrekullueshëm që mund t'i ndjekim në shumë mënyra, por pastaj ai gjithashtu tregoi një paralajmërim shumë solem për secilin prej nesh në jetën tonë. Ndërkohë që na mësoi se Perëndia e përdor një zemër që ka vullnet, një jetë të guximshme që Perëndia e nderon, që Perëndia na mbron plotësisht, kur së pari dhe më e rëndësishmja, jemi të përqendruar vetëm tek ai. Por gjithsesi sot i njëjti David na mëson se humbja vjen për gjithë secilin prej nesh, për të gjithë ne, kur ne e lejojmë mishin të dominojë. Arratisja fiton kur ne e lejojmë të vi keqardhja për veten. Largimi në dështim mbi zotron kur ne i heqim syt tan nga Perëndia i gjallë. Së pari Davidi vrapon te profeti Samuel, profeti i Zotit, të cilin e mbani mend nga mesazhi i parë, të cilin Perëndia e dërgoi në shtëpinë e Isait dhe i tha: "Më vajos Davidin." I njëjti profet, ai shkon aty sepse Davidi në këtë çast të jetës së tij kishte nevojë për inkurajim njerëzor. Dhe miq të dashur, më dëgjoni pak. Të gjithë ne kemi nevojë për inkurajime njerëzore. Të gjithë kemi nevojë. Por Sauli e ndjek Davidin aty ku ishte Samueli.
Së pari ai dërgon shërbëtorët e tij që ta vrasin atë. Por Perëndia e mbron atë. Kuptoni që ju thash se kur jeni në programin e mbrojtjes së Perëndisë, askush nuk mund t'ju lëndojë. Për shkak se Davidi ishte në programin e mbrojtjes së Perëndisë, këta shërbëtorë vinë dhe kalojnë në një gjendje ekstaze. Dhe prandaj kur Sauli në thelbi thot këta kopuk nuk din se si ta vrasin atë, do ta vras vet, prandaj ai shkon vet dhe ai vet ngec në atë gjendje ekstaze. Çfarë po bën Perëndia? Ai po e mbron Davidin. Ai po e mbron atë. Kur ju jeni duke u arratisur, dhe nuk po flas vetëm për fizikisht, kur ju jeni në një gjendje arratisje shpirtërore, Perëndia mund të jetë duke bërë gjëra të mahnitshme përreth jush dhe për ju. Ai po i bën këto gjëra madhështore për t'ju siguruar se ju jeni në programin e tij të mbrojtjes, por për shkak se jeni duke u arratisur, ju keni harruar se çfarë po bën Perëndia. E kam provuar vetë këtë. E di se për çfarë po flas. Ne e harrojmë këtë. Perëndia e shpëtoi Davidin nga lajmëtarët e Saulit, pastaj e shpëtoi nga vetë Sauli. Dhe për këtë arsye, sot fjala e Perëndisë këtu na tregon se edhe njerëzit e mëdhenj të Perëndisë kanë këmbë argjile, ashtu si gjithë ne të tjerët. Më dëgjoni me kujdes, ju lutem. Unë dua që t'u deklaroj në këtë ditë me autoritetin e fjalës së Perëndisë, dhe e di nga dëshmia ime personale, por me autoritetin e fjalës së Perëndisë, që kur Perëndia është me ju, ashtu siç i tha edhe Mojsiut, ai do të vijë mbi re për ju. Ai do të bëjë që krahët e tij të përjetshëm t'ju pushtojnë plotësisht. Ai do të shndërrojë shkëmbin në një burim uji. Ai do të urdhërojë korbat që t'ju ushqejnë ashtu siç bëri me Elian. Ai do të përdorë Rahabin që t'ju mbrojë ashtu siç i mbrojti njerëzit e Josueut. Ai do të urdhërojë engjëjt e tij që t'ju nxjerrin nga Sodoma dhe Gomora ashtu siç bëri me Lotin. Ai do të urdhërojë engjëjt e tij që të zbresin dhe t'i mbyllin gojën luanit ashtu siç bëri për Danielin. Ai do të dërgojë engjëjt e tij që të hapin dyert e burgut ashtu siç bëri për Pietrin. Dhe madje ai mund të shfaqet edhe vetë, siç bëri me Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon në furrën e zjarrt. Këtu ka vend për një amen. Unë shpresoj që tashmë të keni hapur Bibla tek 1 Samueli kapitulli 20. Davidin e ka paniku dhe ai ja mbath. Dhe shkon te miku i tij i përjetshëm Jonathani. Dhe ja se çfarë i thot atij, çfarë kam bërë? Cili është faji im? Dhe cili është mëkati im kundër atit tënd që ai kërkon jetën time? Pyetje. Sa herë në këtë çast kur ai po flet me Jonathanin, ai e thot këtë, jep dëshminë e tij dhe thot, e di, shërbëtori yt vrau një luan dhe një ari. Apo shiko se çfarë ndodhi kur Perëndia më përdori për të mundur filistejnët duke vrarë Goliathin. Sa herë ai e thot këtë këtu? Asnjëherë, as edhe një herë, as edhe një herë. Në rastin e Davidit, ai mendoi se Samueli mund ta ndihmonte. Pastaj mendoi Jonathani mund të jetë në gjendje të më ndihmojë. Dhe vërtet Jonathani tregon gjithë keqardhjen që do të tregonte një mik. Nuk ka asnjë dyshim për këtë. Dhe pastaj Davidi merr pak inkurajim, por vetëm fryma e shenjtë mund të jap shërimin. Vetëm fryma e shenjtë mund t'ju ripërtëri nga përbrenda. Por bëhet edhe më keq. Bëhet edhe më keq. Të dashur, më dëgjoni pak. Nëse jeni duke ja mbathur nga brenda vetes, nëse po ja mbathni nga vullneti i Perëndisë, nëse po mendoni se mund të fshiheni vërtet nga Perëndia dhe nga ajo që Perëndia ju ka thirrur të bëni, nëse e lejoni frikën dhe dyshimet tuaja edhe zhgënjimet tuaja që të prishin linjën e intimitetit me Perëndin, kur nuk do të qëndroni të fortë. Ju kur nuk do të qëndroni të fortë, por do të filloni të rëzoheni poshtë. Gjërat do të përkeqësohen më shumë. Shikoni pak këtu, shikoni pak se si gjërat do të marrin të tatpjetën nëse nuk bëni kthes 180 gradë. Mund të dëgjoj një amen? Le të shohim pak vargjet 5 dhe 6 tek 1 Samueli 20. Davidi i kërkon Jonathanit që të gënjej për të. Prandaj ai jo vetëm që gënjeu, por i kërkoi edhe Jonathanit që të gënjente për të. Dhe për këtë arsye, nuk është as pak habi që lexojmë atë që Davidi ka shkruar tek Psalmi 119:29. Mbam larg
nga gënjeshtra. Mbam larg nga gënjeshtra. Madhështia e Davidit nuk është se ai ishte një njeri i përsosur sepse nuk ishte, por sepse ai e pranoi mëkatin e tij. Kur ai u bind, ai u kthye, çau me lot pendese dhe u kthye te Zoti. Kjo është madhështia e tij. Ne këtë e kemi parë te njerëz të jetës publike, dini kur ata kapen, fillojnë të gënjejnë. Të drejtojnë gishtin te kamera. Nuk e kam bërë kur këtë, nuk e kam bërë këtë. Dhe gjithçka fillon të rrjedhë që këtu. Këta njerëz jo vetëm që krijojnë një mentalitet mbrojtës, por ata bëhen edhe paranojak. Këtu Davidi po i kërkon Jonathanit që të gënjej për të. Çfarë rrëzimi që nga lugina e Elahut ai thoshte, kush është ky filiste që ka fyer ushtrinë e Perëndisë së gjallë? Çfarë rrëzimi i madh. Kjo nuk është e ashpër, kjo nuk është pa zemër, kjo nuk është pa kujdesi, kjo është dashuri e pastër. Perëndia ka premtuar se nuk do të na lërë dhe nuk do të na braktis kurrë. Por kur ne e lëm dhe e braktisim atë, ne do t'i sjellim dhimbje vetes. Më dëgjoni pak. Perëndia nuk lëviz kurrë. Ai nuk lëviz kurrë. Dhe kurdoherë, edhe kur ne ja mbathim, qoftë për brenda ose fizikisht, emocionalisht ose shpirtërisht, në çfarë do lloj mënyre, gjatë gjithë kohës që ne jemi duke ja mbathur, krahët e tij janë të hapura. Kthehu. Nëse po ja mbathni në ndonjë mënyrë, nëse po tërhiqeni, nëse keni ndaluar dhe nuk po ecni përpara, nëse keni gjetur rehat në jetën e krishterë, nëse e keni humbur dashurinë e parë, nëse zemra juaj është ngurtësuar ndaj Zotit dhe vullnetit të Tij në jetën tuaj, nëse po ja mbathni në ndonjë vend, nëse keni ndaluar së dhëni fryte, nëse e keni humbur gëzimin e udhëtimit, nëse ju thjesht po bëni veprime fetare, më dëgjoni pak. Unë dua që t'ju përgjërohem. Dëgjojeni zërin e Perëndisë po ju thërret. Ktheu. E di që po i flas dikujt sot. Kthehu në krahët e dashur të Jezusit, kthehu sërish në zemrën falëse të Jezusit, kthehu sërish tek Ati që po pret, kthehu sërish te dashuria jote e parë. Unë nuk e di se çfarë po ju shkakton këtë gjendje të brendshme emocionale që jeni duke ja mbathur nga Zoti. Nuk e di këtë. Vetëm ju e dini. Mos është ndonjë hidhërim i pasgjidhur, zemërim, mos është një frym mos falëse, a mos është një marrëdhënie e pashëndetshme që Perëndia po ju thotë se nuk e ka vendin aty? A mos është jo besnikëria me paratë që ju ka siguruar Perëndia? A mos është imoralitet seksual i ndonjë lloji? Çfarë do që të jetë, ju kurrë nuk mund të largoheni shumë larg nga hiri i Jezusit. Ju kurrë nuk mund të largoheni shumë larg nga hiri i Jezusit. Shikoni në pjesën e fundit të 1 Samuelit kapitulli 20. Jonathani dhe Davidi lidhen një beslidhje. Duaj që ta shikojmë bashkë këtë beslidhje. Beslidhja është shumë e thjeshtë. Davidi do shkojë të fshihet në fusha, ai do të fshihet në përshkure, dhe Jonathani do kthehej në shtëpi dhe do ta hetonte të Atin për të parë nëse e kishte me të vërtetë që donte ta vriste Davidin, apo thjesht po luante bllofin. Këtë po thot në të vërtetë, por do t'ju asqaroj në gjuhë popullore që ta kuptoni. Shikoni vargjet 20, 21, 22. Këtu është sinjali që Jonathani dhe Davidi kanë përcaktuar bashkë në këtë beslidhje, në këtë marrëveshje. Vendimi i Atit të Jonathanit do të tregoj ku do të bien këto shigjeta. Nëse shigjeta do të bien përpara gurit të Ezelit, atëherë nuk ka problemi që të kthehet në shtëpi. Eja në shtëpi, David, por nëse shigjetat do të kalojnë përtej gurit të Ezelit, mbathja me të katërta, je në rrezik. Nënkupton një ndarje nga Jonathani, ndarje nga bashkëshortja e tij, ndarje nga gjithçka që e kishte të dashur dhe për zemër.
Unë nuk mendoj se po e shkel shkrimin kur ju them që mund ta shihni fare lehtë gurin e Ezelit, ashtu si shihni kryqin e Krishtit. Përpara kryqit të Krishtit është një mbretëri toksore së cilës si përkisnim dhe në të cilën jetonim, por pas ardhjes së kryqit, përtej kryqit, ne kemi një ndarje nga ajo botë dhe kemi vetëm Jezusin. Prandaj dhe apostulli Paul mund të thoshte sa për mua që do të thotë mos ndodh kurrë që unë të mburrem me tjetër gjë veç për kryqin e Zotit ton, Jezus Krisht, për cilin bota është kryqëzuar tek unë dhe unë te bota. Të mburresh me kryqin e Krishtit nënkupton që mund të thuash me Henry Lightin, L-A-J-T-I-N: Jezus, unë e kam marrë kryqin tim. Do të lë gjithçka dhe do të ndjek ty, i varfër, i përçmuar, i braktisur. Kështu do të jetë gjithçka për mua në vazhdim. Shaj çdo ambicie të fortë, gjithçka që kam kërkuar, shpresuar apo ditur. Gjithsesi sa i pasur jam. Perëndia dhe parajsa janë ende të mijat. Amen. Mund të jeni duke përjetuar disa rrethana që janë krejtësisht jashtë kontrollit tuaj, krejtësisht jashtë kontrollit tuaj. Dhe mund të jeni ashtu si Davidi në këtë pikë të jetës. Shigjetat tashmë janë hedhur përtej gurit e Ezelit për ju. Shigjetat e humbjes së një të dashur, shigjetat e shëndetit të përkeqësuar, shigjetat e problemeve financiare, shigjetat e tradhëtisë nga njerëzit më të afërt dhe më të dashur, shigjetat e fëmijëve tuaj që ju zgënjejnë shumë. Këto janë shigjetat që kanë rënë për ju përtej gurit të Ezelit. Ndoshta askush tjetër nuk mund ta ndjej atë lëmsh në stomakun tuaj, por më lejoni t'ua them tani, Perëndia e ndjen. Perëndia e ndjen. Ju po përpiqeni në dëshpërim të madh të mbaheni kapur pas diçkaje apo dikujt, por ju a kanë marrë me forcë nga duart tuaja. Zemra juaj po qëndron e kapur pas asaj që ju a shkulën nga vendi. Shigjetat kanë rënë përtej gurit të Ezelit për ju. Shigjetat kanë rënë përtej shënjestrës suaj të parapëlqyer. Këto shigjeta kanë rënë atje ku ju nuk keni asgjë dhe askënd tjetër përveç Perëndisë, por ai është gjithçka. Në këtë rast dua të mbani mend. Ashtu si Davidi, Perëndia po ju drejton përpara dhe drejt suksesit. Amen. Perëndia është suprem mbi çdo rrethan tuaj aktuale. Perëndia është suprem mbi çdo gjë aktuale që ju rrethon. Perëndia po ju përgatit juve për të froni. A e dinit këtë? Përsëriteni me mua, unë jam i destinuar për të ulur në fron. Kështu është, shpresoj që ta besoni. Disa prej jush e thanë në përdhëm sepse nuk e besoni, por për ata nga ju që e besojnë, përsëriteni me mua. Unë jam i destinuar për të ulur në fron. Perëndia po i përgatit qëllimet e veta në ju. Por më dëgjoni. Ndonjëherë ju do ta arrini fronin me anë të kryqit. Por mund t'ju a them që në jetën time, unë e kam përjetuar disa herë këtë. Kur i pash shigjetat të binin përtej gurit e Ezelit. Në 3 nga këto raste, unë dhe gruaja ime e çmuar u detyruam t'i ndiqnim këto shigjeta dhe të linim pas gjërat e njohura dhe të rehatshme. Unë jam këtu për t'ju dëshmuar juve, me gjithë ato hutime dhe me gjithë ato frikra, me gjithë ato lëmsha në stomak, me gjithë përshtjellimin dhe ankthin në atë kohë, me gjithë atë frikën dhe me gjithë atë pasigurin që na shoqëroi, ndërsa i pam ato shigjeta të binin në anën tjetër të gurit të Ezelit, ne i kemi besuar plotësisht Perëndis. Ne i kemi besuar plotësisht një Perëndie që kurrë nuk na ka zgënjur. Ne i besuam plotësisht Perëndis që na kërkoi vetëm të kishim besim tek ai. Në fakt, nderi më i madh që mund t'i jepni Perëndis është i besoni atij edhe kur nuk mund të shikoni asnjë zgjidhje. Dhe këtu është dëshmia. Ne e gjetëm atë në gjithë këto vite për të pasur jashtëzakonisht me bollëk, përsëriteni me mua, jashtëzakonisht me bollëk dhe përtej asaj që mund të imagjinojmë. Ç'perëndim madhështor që kemi. Ç'perëndim madhështor, jepini lavdi Perëndis, jepini lavdi atij. Amen.
Një nga vargjet më të hershme që u mësuan fëmijëve tanë ndërsa i çoja në shkollë, në mëngjes, gjithë ato vite më parë, përpiqeshim të mësonin përmendesh vargje të ndryshme nga shkrimi. Një nga ato vargje që ka një shenjë të palëkundur: ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd në të gjitha rrugët e tua, të dashurit e mi, në të gjitha rrugët e tua nënkupton kush i gjeta të bien përtej ose përpara gurit të ezelit. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua. Tani unë nuk e di ku ndodheni ju, nuk e di ku ndodheni. Nuk e di nëse jeni duke ja mbathur apo jo. Nëse jeni, kthehuni. Kthehuni tani. Disa nga ju janë të hutuar dhe kanë frikë. Janë të shqetësuar nga shigjetat, nuk e dini ku do të bien ato dhe nuk keni dëshirë që ato të bien përtej gurit e ezelit. Disa nga ju janë në ankth dhe të shqetësuar se mos shigjetat bien përtej gurit të ezelit për ju. Dua që ju ta deklaroni publikisht para qiellit dhe tokës dhe gjithkujt tjetër, dëshmojeni: Perëndi, un kam besim tek ti.